e kishte problem ta përdorte edhe vezën, edhe mendjen, edhe qëndresën, është Gert Brogli i cili jetë tu pas 3 ditësh. Kërëni o protestë më e bukur në botë. Një nga qunat atje në Qelisa Ervinit ju e kishim orarin gati. Sa shkon të ora 10:30 thoshte erdhi fladi i liris, edhe policët të gjithë trembëshim. 36 vite politik të dështuar ja u kemi edhur poshtë me 36 ditë protest. E kisha një dilemë shumë të madhe në jetën time gjatë tyre 33 ditëve këtu në shesh. Doja me shpirt bëja një ditë pushim, po thoja po mungolla do thonë ushit. E kështu që e falenderoj Edi Ramën për 3 ditët pushim, se na ka bërë më të fort. Më besoni, me prangën duar pas na ka dhunuar, e kam kokën gjithë gunga, trupin të nxirë. Po më besoni jemi më fort. Kemi shkuar të komisarati numër 4 pas ngjarjes. Më besoni 80% e policisë ishte me ne përveç patronazhistave që I kishin shefa. Shefi komisariatit numër 4 ishte një krye patronazhist I cili nuk merret me llotot e lagjes, me llotot e zonës, po merret me ne, që gjujtën vetëm me vezë. Nuk e di që keni dëgjuar këtë ditë se sa kam dalë të marrë tu në protest, por ne ullën për të pirë një kafe, ju them sinqerisht, ullën për të pirë një kafe se e pam një shtet rrethim, sikur ne ishim të armatosur me bomba, jo me vezë. Edhe ullëm pinim një kafe realisht se tam gjysëm të dorëzuar, tam s'pas kemi mundësi t'i gjelloj me vezë. Pas desh ishte ullë si manja, nuk e kishim parë. U qua si një plerë vërtet. Doli nga kafja, sa po u fut në gordonin e policis, u këthy edhe na shajti nga ropë. Unë kisha shok nga diba me vete dhe I shajti dhe ata. Ma pas më besoni nuk duronim do të kemi larë me vezë. Bodyguardi ti kërceu nga dritarja në prezencën e shefit të komisaratit numër 4, I cili tha arrestojni, unë ulla duart poshtë, më ka qelluar pa pushim. Dhe realisht kam qeshur dhe I thoi ore qa më bëm me vezë të gjuajtën. Po do merimi dhe me saj mirë kokën e ditët vazhdim. Po merimi dhe me kompanin VIP Security e cila ka marrë tendera, do merimi në ditën vazhdim. Shiko. Ultimania të qërë! 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 Dy herë na gjujtën me grusht, 2 herë ja u kthye me vezë. Ne shqiptarët kemi shprehje, e treta e vërteta, kuconi edhe një herë. Në komisariat nuk na kanë dhënë asnjë të drejtë, nuk na kanë lejuar të bëjmë asnjë kallëzim. Nuk na kanë thirrur as mjek për të na parë shenja që kishim, edhe thonin gjatë gjithë kohës do rrini aq ditë sa t'ju ikin shenjat, pastaj do tini. Tani ju them, hajde na arrestoni se kemi armën e krimit me vete. Edhe
Niku është një nga tjetë arrestuar I cili me epilepsi e kanë bajtur e kanë keq trajtuar në komisariat. Policia krimi! 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 Du ta mbyll me këngën e re që ja u shkujta dhe të muret e burgut atje. 37 vjet I kisha edhe hera parë që përfundova në burg, I mësova dhe ca taktika se si me pikturu në mure. Ulcimania të qere, të qere, të qere. Ulcimania të qere, të qere, të qere.